Specialistët për hetimin e krimit të Komisariatit Policisë Pogradec kanë vijuar veprimet hetimore lidhur me ngjarjen e ndodhur me datën 29 mars në lagjen 3 në Pogradec, ku ngeli i plagosur shtetasi Mirel Tollaku, 36 vjeç, dhe në vijim u bë arrestimi i shtetasit Leo për veprat penale të plagosjes së rënd me dashje dhe prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve të ftohta, si dhe u procedua penalisht shtetasi AB alias AO për veprën penale për kraje e autorit të krimit. Në vijim të veprimeve hetimore ka rezultuar se në momentin që ka ndodhur ngjarja, ka qenë prezente edhe shtetasi SJ, i cili është larguar me automjetin me cilin u largua edhe autori nga vendi i ngjarjes. Po nga hetimet ka rezultuar se shtetasi SJ kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të dhënë nga gjykata e Korçës për veprën penale drejtim të mjetit në mënyrë të parregullt. Në vijim është bërë kapja dhe shoqërimi në Komisariatin e Policisë Pogradec i shtetasit SJ, 44 vjeç, banues në Blac Pogradec, i cili u arrestua për veprën penale të largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit.